Shpëndë pres të shkimet të bukura dhe kemi Ramadan Rekën këto si gjithmonë. Përshëndetje Ramadan Reka. Ramadan? Po, Mi sa erdhi nderuar Ramadan. mirë mbrëma, përshëndetje për ty, për stafin drejtues të Radio Yjet që gjithmonë Radio Yjet shkëlqejnë na ndriçojnë në për çdo shtëpi shqiptarit, në për rrezullin toksor ku ka shqiptar, sepse Radio Yjet gjithmonë kam thënë o tham, është një radio e cila bën bashkimin kombëtar me fjalë të mira, me dashuri, me respekt që e tregon ndaj njerëzve si është i madhi goni që çdo kujt mundohet t'i ndihmon deri në maksimum, po pa e harruar edhe DJ Bonushën, DJ Kushtrimin, DJ Trilonin, gjithë dëgjues të mrekullueshëm që cicirojnë në mikrofonin e Radio Yjet, sepse Radio Yjet është radio shqiptare ku flitet shqip në Kopenhagen të Danimarkës dhe në valët toksore ne punojmë edhe ndriçojmë edhe ashtu edhe në për ajër, se kudo që ka shqiptar në tokë edhe në ajër i bashkojmë shqiptarët. Faleminderit Ramadan dhoni mbështetna, përshëndetjeve tua dhe mirë se ke ardhur nderuar. Si ka kalu dita sot Ramadan Reka? Po, mirë, faleminderit, mirë e kemi kaluar kështu, në domethënë në kom pak si vrant, ka pas pak frina edhe të shijem diqysha dhe si asë në të shishia zbor, po jo, nuk o konë qaq fështof kështu që mirë kemi kaluar, po kënaqësinë edhe lumturinë më të madhe e gjajmë kur vjen koha e emisionit për me hinë emision, se minze prit me ardh kjo kohë edhe me hinje, mirë po sonte u bona hajduk edhe e vjedha telefonin thash mas se sogoni ti folion e vëlla se ai s'po mlas me fol aty në batash bërë me t'ja vijoj që si jam në telefonin. Shumë respekt për kërkoj falje për dëgjuesve dhe për Goni Shabane dhe DJ Bonoshës se kam pas misafirë dhe kanë qenë fëmijë shumë, kështu që nuk mujsha mu kyç në emision, kështu që kërkoj falje pak për vonesë, po prap ndezëve sem të orët e vonesës. Puna kryesore është inshallah keni kalu mirë me musafirët, ajo ka rëndësi, musafirët më kanë të kënaqur, ndam sepse kur vjen musafiri domethënë thot një fjalë popullore të nën kaçanik aty për tjerë se di, po në kaçanik thot që kur vjen musafiri gëzohen në otrana të shtëpisë. E na do të më kanë të hapur, të kënaqur kur vjen musafiri. Po, di se unë jam të djalë edhe këta, me fjalë vinë motrat vëlleznitë, kështu që nuk e din që unë punoj në këtë radio dhe vike shumë të sarë dhe zhurma, kështu që kërkoj ndjes të gjithëve. Punë kryesore është që keni kalu mirë shnetën e keni, se kur e keni shnetën edhe pse hin me vonesë, ti prap mund mizon ato minuta, se ke hini ma vonë, e shfrytëzon pak ma vonë që në emisionin, na prap 20 minutat, po kryesorja musafir do të mundat kënaqen, mos më thon shkoto me s'na boni sape, se musafir shumë shpejt prekën. Ja, po, sidomos këto thjashtit preken shpejt. E çfarë po na vjen Ramadan Reka sonte? Po me çka keni qef me jo arë sonte? Si gjithmonë ti, këngëtar, humorist, poet, çfarë të vjet ty ma lehtë, ma mirë për ndëgjuesit. Shkojmë atëherë me një poezia. Shkojmë. Mikrofoni për ty nderuar. Të prita e nuk erdhe. E shpirti deri kur do të vajton. Kosova ime dashur. Të prita një ditë edhe ti do të bëhesh nuse me bajrak. E toka e skuqur me gjak, kur ne do të mbushemi me mend, a thua pak? Sa shumë jemi rallu, kret luftrën e kem harru. Jem bon zotni e mretat fort, nuk dojnë as pak për meni, kem harrue luftën në shokët e mi. Sot njerëzit janë bërë shumë krenar. Dallavera rejna plot. Ta mbush mendjen, thot ty, pa le farlonin luft ka në konke. Del para ti e thot ofrin, thot jam konë në që kë, kurse zonin që ja kam di, a i pari ka i kë shokët e mi. Pse më rëshok po gënjeni? Pse kështo po në mashtroni? Njerëz luftar po i harroni, e vetën me rejna luftar e qmoni. Pse? Të prita e nuk erdhe. Kur Kosova lypte njerëz për të luftuar, unë të prita e ti e larguar. Unë boshte treni o shokët e mi, hypshin njerëz e o për mi. Nuk i zon ke treni ata të ik, së dalin të rejt gjykse të bërtit.
Dalin të rejt gjiksin e të fri, thot jam kon komandant në që ke. Pasha zotin është të rejt të mashtruhe, se si dias venat ka kanë luftue. Me bo me vet, ka ke shku, a i nalët kryet e kru. E kru në kryet haj me det, së n'kallëzën që kon Stankovesa i rëndës. Se s'munaj me kallëzu, se me thonë Stankovesa në kom shku, i thë njëje më rëspe luftu. Haj me det. Sa shumë rejna dalin për shdo dit. Edhe sot e nita një rejna ty, ku njoni tha, jam konë që ke. Unë nalla të shique. Kish harru që në Stankovas ka nejtë me muë. Unë e mirë i bona pyti ati, thash sa shkije i ke vrati. Haj zumë me më fri, tha kush unë ka dalë për para se kum shue, me njerë në toke kum praptue. Unë e zumë në më zgardhi, a i hapi sytë, 4 i boni aty. Qka po kesh ma boni ti? Tha sho më shok më rezotni, atë kujtot në Stankovas kur kemi hin. Tha shkësh me të italian buk me marë, e ma bëshe mos ma zinë rejnin ka dalë. Më shtynshe prej rejnit, më largëshe muë, para mije, shkëshe bukën me provue. E tash po më rejnë, në synti mu, po më thua unë e kum luftu. Mëni më shok, kështu mos veproni. Se rejna gjithmonë kanë thonë, i ka kom të shkurta, e tota i hatar të buta. Prandaj, nga zemre e tham këtë poezi, bënë dashur o njerëz të mi. Luftëtarin, lartë të ngritni, me zemër e shpirt të adhuroni, luftëtarit të ndimoni, e mos u ban rënasak me mashtruhe, ne i mund të luftëtarit ti një pension me fitue, se sot pensionin thot e ki, por emrin luftëtar kusën e bandi. Kaq. Të lumë të Ramadan e ka që gjithmonë, me këto poezi, me këto këngë, me këto humore tua dhe gjithmonë kja respekt nga unë shpresa Safin nga Safi Radio Jetë Danimark. Respekt Ramadan. Shumë faleminderit, respekt edhe nga ona imi për gjithë stafin drejtues, siç janë të mrekullueshëm edhe kështu gjithmonë e lut Zotin se më mos se Zoti s'ka, gjithmonë tham o Zot, njerëzve të mirë jepja ata që e meritojnë, sikur që është goni, që mundohet çdo herë, çdo njeriu të zgjat dorën i ndihmon. Edhe motra bonushe që domethënë i ka dhembjet, smundjet e veta, edhe prap mundohet çdo kujt jep ata që e meriton, mundohet natë ditë shkreta s'pushon, mirë po na do gjithmonë të jemi mirë njës, ta njohmi mirësien, ta dojmë njëri tjetrin, ta aprojmë njëri tjetrin, ta përçakojmë, sepse let është më bo njeri keq, po për më boj mirë gjithmonë kom thonë do të me punu 60 vjet o dikush prej xhelozije, thot Ramadanin nuk ban. A për më boj keq, Ramadanit si vyn 60 vjet, po veç 20 sekonda, që aty me dal me shadikan, rajna, o gjinja thënë, po kjo 5 ser del shad, ser del rajt, dhe me thonë 20 sekonda, bosh i keq, 60 vjet, së në bosh i mirë. Po Ramadan, gjithmonë i e pranë Radio Danimark, dhe kështu që të them, ndëgjim kanë shumë pranë neve, Ramadan e. Shumë faleminderit, e më bëni Allah se pak e zgjata. Jo, s'ka gale, është gjithmonë një këto mi pritë në telefonata tua. Faleminderit, Zoti ju bekoft. Gjithashtu. Të dashën dëgjues ishim me poetin, këngëtarin, humoristin Ramadan Eka.